Por juve që e keni kritikue Adrian Simnicën, besoj e keni pa këtë djaloshin e ri që ju ka reague dje në kuvendin e Kosovës opozitës, duke pasur disa përplasje me fjalë. Atëherë shikoni këtë video se qysh e Mahmit Kate Sallën për pyetjen që ja bën presidentës së Gjermanisë. Halt eben auch kämpfen. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, für die tollen Worte. Ich denke, ich kann im Namen aller Teilnehmenden sprechen, dass das wirklich gute Worte sind, die wir auch, glaube ich, für unsere politische Zukunft mitnehmen werden. Jetzt meine Frage an der Stelle. Ich denke, für Sie und das ganze Präsidium wird diese Woche sehr anstrengend sein. Vielleicht können Sie uns erzählen, was die nächsten Tage für das Präsidium anstehen. Vielen Dank. Gerne, mache ich gerne. Dëgjova ca zëra nga familja jote që ti e kishe humbur atë besimin, dikur të thonin ktheu në Kosovë, jep kontributin si një i ri ditur edhe në politikën e Kosovës. Tani kur i pe këto gjëra që në Kosovë s'po ecën mirë, se mos se gjatë vitit të kaluar dhe këtij viti, ti the jo, nuk do më shkuj, the prindërve, vërtet? Që besoj që është një tjetër opinion që e kam përfituar. Po, ma tërgo. Ka shumë të rinj që janë të angazhuar, që janë edukum dhe besoj që ata me pas shansin me hinë politik mu angazhu në shoqëri edhe politikën e Kosovës. Nas që jemi diasporë dhe që jemi në pozicionet e mira të politikës ose ekonomisë ose edukimit, besoj që kemi detyrën me përfaqësu Kosovën jashtë mendit edhe me çu përpara dhe me prezantu shtetin tonë. Pra besoj e pat edhe e ndëgjut këtë pjesë. Une nuk e kum postue kur gjithkan në rrjetet e mia sociale, po këto e postoj për arsye që është tepër i mençur. Besoj që e pati pa atë pjesën kur janë konë zgjedhjet e 28 dhjetorit, se sa pastër e sa mirë e flet gjuhën shqipe. Do më thonë është që jeton në Gjermani dhe është linde, është rrit atje. Por edhe diçka për info që juve m'ju tregue. Ky është në një parti që quhet CDU, në Bundestag, nëse nuk gaboj. Është deputet kuvendal, që i thuajnë ana asamblejes, në një komunë në Gjermani. Prandaj, me kon gjendje krejt opozitën e largoj për me pru shton kuvend.